Dita 5. Sinqeriteti dhe bindja radikale. Leximi i ditës. Veprat e apostujve. Kapitulli 5. Vargu kyç. Pietri dhe apostujt u përgjigjen: duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Veprat e apostujve, kapitulli 5, vargu 29. Shpjegimi. Kapitulli 5 në ballafaqon me dy sfida të rënda. Së pari Anania dhe Safira, të cilët gënyen frymën e shenjtë mbi pasurinë e tyre. Kjo na mëson se Zoti e çmon sinqeritetin e zemrës mbi sasinë e dhuratës. Së dyti, apostujt arrestohen përsëri, por lirohen mrekullisht nga një ëngjëll. Kur urdhërohen të heshtin, ata japin deklaratën që mbetet busulla e çdo besimtari. Bindja ndaj Zotit është prioriteti ynë i parë, pavarësisht çmimit. Lutu me mua. Lutja reflektimit për ditën 5. O Zot, Ti që njeh çdo skutë të zemrës sime, unë të falenderoj për këtë mësim të fortë mbi shenjtërinë dhe bindjen. Unë rrëfej që shpesh përpiqem të dukem një krishter i mirë para njerëzve, ndërsa në zemër mbaj hije si Anania. Të lutem më pastro nga çdo gënjeshtër dhe hipokrizi. Më jep guximin e apostujve, që kur bota më bën presion të bëj kompromis me të vërtetën, unë të jem i prerë në vendimin tim. I bindem Perëndisë më shumë se njerëzve. Më bëj një dëshmitar të vërtet që jeton me integritet në dritë. Në emër të Jezusit. Amen.